ka dalë diçka interesante tjetër nga raporti, i cili do të miratohet me votat e Partisë Socialiste do të miratohet në Këshillin Bashkiak datën 12 maj, që nxjerrin raportin në Shqipëri 160 makina për 1000 banor. Dhe ta nxjerrin në një nivel shumë më të mirë se sa vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe prapë të thonë që do të si kryesor janë makinat. Por nëse bën një përpjesëtim të thjeshtë në bazë të popullsisë në Shqipëri dhe numrit makinave që këta thonë për 1000 banor, atëherë të bie që ty në Shqipëri dalin 6.1 milion banor. Të thonë ke 200 makina për 1000 banor në Tiranë dhe i bie ta nxjerrin Tiranë me 1.6 milion banor, gjë që nuk ka sens. Por gjithsesi, dhe nëse Pra të cila shifër po gënjen? Shiko, në të gjitha shifrat, sepse nuk kanë një koherencë me shifrat dhe me standardet dhe me referencat që po marrin. Por edhe nëse marrin vlerat reale dhe bëjmë një përpjesëtim të drejtë, atëherë Tirana na del me rreth 557 makina për 1000 banor. A dini Madridin ne kemi me 800 makina për 1000 banor, pra është vendi me më shumë makina për banor në të gjithë Europën, dhe nga krau tjetër, Madridin ne kemi vendin e 16 nga kryeqytetet europiane për ndotje. Sipas raportin që un kam, Tirana del e para, kryeqyteti më i ndodhur, më pas del Athina, më pas del Shkupi, më pas del Sarajevo. Pra, ne nuk mund të miratojmë Këshillin Bashkiak një raport i cili nuk, sipas mendimit tonë dhe analizave tona, nuk nxjerr realisht nevojat dhe pasqyron në mënyrë të drejtë problematikat e këtij qyteti. Në 2023 ishte një raport tjetër i cili ishte financuar nga ambasada suedeze, që nxori disa dhëna të tjera që janë akoma më alarmante, studimi Green AL ajri i pastër jetë e shëndetshme, që u financua siç e thash nga qendra e PER dhe agjencia. E kanë nxjerr PM 2.5-ën 800 mikrogram për metër kub, që do të thotë e kanë nxjerr 160 herë më të lartë se sa niveli maksimal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vdekje e sigurt. Tani, apo gënjen raporti 2023-shit, dhe ky raport po diskutojmë ka bërë dhe mati gjatë periudhës së pandemisë, pra në 2022-shin që makina nuk duhet kishte. Nuk ka patur një nivel aq lartë qarkullimi makinash sa është sot, dhe ta kanë nxjerrë 160 herë më të lartë. Ndërkohë që në studimin e tyre kanë nxjerrë dhe metodologjinë dhe mënyrën e matjes e të gjitha këto standardet e tjera për një raport të saktë. Apo është raporti i bashkisë i cili po gënjen dhe po fshesh shifrat në kohë që jemi, po sado ti zbusi. Prap 14 herë mbi nivelin e OBSH-s, prap është alarmante dhe është kancer. Edhe pse e vërteta është 140 herë dhe jo 14 herë të paktën sipas një raporti tjetër. Pyetja ime është e thjeshtë dhe fundit Pano. Çfarë po bëjnë vendet e tjera të ngjashme me ne, pra Ballkani perëndimor, për të sulmuar dhe për të adresuar çështjen e cilësisë ajrit? Pa diskutim menaxhimi i kritereve për ndërtimin. Nuk ndërtohet pa kriter në vendet e tjera dhe kryeqytetet e tjera të Ballkanit perëndimor apo kryeqytetet europiane, dhe së dyti menaxhimi i emisioneve të makinave. Pra ka disa kritere shumë strikte për sa i përket makinave që mund të qarkullojnë në vend. Pa dashur diskriminoj askënd. Pra, por duhet të ketë disa rregulla për ke dikë që do të mbajë një makinë 1980-s. Po, të instaloj një sistem kreditëri nëse. Pa diskutim që po. Ose krau tjetër, ne po shikojmë se çfarë ndodh me makinat që i sjellin nga Azia, tani që po vinë kamiona e po vinë anije të tëra të mbushura me makina. Kemi arritur nivele historike. Pra çfarë po lën ata të tjerët po i marrim ne. Duhet të ketë disa rregulla për sa i përket pa folur për cilësinë e betonierëve dhe kamionave që i kemi të shekullit Z. Pa diskutim që po, dhe së dyti kemi nevojë që mos përqendrohet e gjithë Shqipëria vetëm në Tiranë. Ne kemi bërë një shpopullim masiv të fshatrave, shpopullim masiv i qyteteve të tjera. Kuksi është qarku më i varur dhe më i shpopulluar në këto 15 vitet e fundit.